Qendrat shëndetësore verore në qarkun e Shkodrës po funksionojnë të gjitha 24 orë në 7 ditë të javës që nga Bregdeti deri në Alpe në funksion të turizmit. Kjo bëhet e ditur nga vetë drejtoresha e përgjithshme e shërbimeve të kujdesit shëndetësor Jeta Deda. Vetëm vitin e shkuar në këtë qark u shpëtuan 70 jetë njerëzish nga incidencat në plazhe dhe në male, shprehet Deda. Ne kemi të hapura qendrat shëndetësore verore në Tamar, në Bog, në Rjoll, në Velipoj. Velipoja mban fuqinë më të madhe të përballimit të shërbimit jo vetëm të ambulator dhe të vizitave, po edhe të shërbimit të urgjencës për gjatë sezonit turistik. Vitin e shkuar madje edhe gjatë një vizite inspektuese ne aty kishim shpëtim jetësh duke na ndodhur, janë 70 jetë të shpëtuara vitin e shkuar nga ata që ju ndodhin incidenca në plazhe dhe në male. Risi është edhe qendra e re shëndetësore në pikën turistike të Bogës, e cila është në shërbim të pushuesve vendas dhe të huaj. Boga është një qendër verore e hapur rishtazi vitin e shkuar, e kërkuar nga vetë operatorët turistik dhe nga vetë njësitë administrative vendore, kështu që për ne kanë qenë vlera të shtuara. Po ashtu qendra shëndetësore verore Rjodhi tani edhe me rrugën e re e cila na lidh me pjesën e Ranës së Hedhun, për të gjithë ata që nuk e aksesojnë dot qendrën shëndetësore verore në Shëngjin nga ana tjetër, qendra e Rjodhit do jetë ajo që do jetë më shpejt e aksesueshme për shkak. Të gjitha janë të mbuluara me shërbim mjekësor. Qendra shëndetësore Velipojës është ajo e cila ka numrin më të madh të pushuesve të cilët kërkojnë shërbim për shkak edhe të numrit të madh të shtetasve shqiptar dhe të huaj të cilët zgjedhin të kalojnë pushimet në plazhin e Velipojës.